Si ka mundësi? Bën sikur se dëgjonin ata që dinin problemin, që e kishin vënë në platformën e tyre. Të tjerët s'ja kishin iden. Biles një shprehje e famshme është një personalitet deputet kur kaloi Kodi Civil prej 600 dhe sa nene, e i thamë ne, po çfarë bën mos e ka lut për një seancë. Po tha ai personalitet, po i në fushë tjetër, se s'po e përmendem, i tha, po ne të rishim edhe 6 muaj, ne ishim prapë. S'to merrni vesh gjë. Kështu që është detyrë funksionale dhe shumë e rëndësishme e strukturave profesionale brenda parlamentit. Komisioni i ligjeve do të ketë nën komisione, do të ketë ekspert të fushave, që kur thotë eksperti që kjo s'bëhet ose kjo duhet kështu, të mos rish pasaj të riparosh ligjin. Shumë nga këta që titullar që bien në akuzë, thonë pse kështu e kemi bërë neve, kur i thonë kështu e ke bërë, pse kështu e kemi bërë, kështu e kemi bërë. Zotja Xhia, si është SPAK-u në pikë vështrimin tuaj? Është institucioni që ne e kishim ndërruar dhe shikuar, sepse me ato që thatë ju, me të drejt, ju proklamuat gjitha defektet e mëdha të sistemit të drejtësisë, por pikë vështrimi juaj është edhe si avokat. Pa e shmangur pjesën, po themi e rëndësisë avokat, se do flasim pak më vonë. Por unë flas si Max Xhia, si jurist, si profesor dhe si një autoritet dhe personalitet të drejtësi. Si është SPAK-u? Është institucioni që ne e ndërruam? Shiko, unë e pranoj çdo lloj kritike ose gjykimi që mund të më bëjnë teleshikuesi, i thotë po ti flet sepse je avokat. Po, është vërtet. Më ha kraba nga avokatia në çdo lloj debati. Por më mirë të më haj mua se sa t'i haj gjykatës dhe prokurorit. Sepse është parulla e famshme që më mirë 100 të fajtor i jashtë, se sa një pa fajshëm brenda. Dhe të pambrojturin është fisnikëri, është aftësi dhe është kuraj ose do debatosh. Do marrësh dhe kosto të tjera përsipër. Tash vim tek pyetja juaj. Për mua SPAK-u është një organ shumë i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë. Jo vetëm në ndëshkim, por kryesori është në parandalim. SPAK-u. Ka parandaluar? Absolutisht po. Po këtë jemi të gjithë, e shohim se frika. I ka drejtur, ha? Tashi, të vim te SPAK-u. Po. Ishte një strukturë domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. SPAK-u ka nevojë për 2 probleme që do të fokusohet ligjvënësit tek SPAK-u. E para, do ta zhveshin nga shumë nene që janë kot, që e ngarkojnë atë. Të japin atë detyrë, të japin atë objekt, ta fusin atë rrugë që ai është krijuar për atë. Ti më i fokusuar këtë fjalë. Po, për atë mos i ngarkohet me edhe aty janë mbush me dosje. Domethënë ju jeni duke thënë që ai të godas korrupsionin në politikë, në shtet, domethënë, dhe krimin organizuar këtu. Po, për shembull, çfarë ka tjetër? Për shembull, shkelja barazisë të shtetasve në tender. Po. Për mendimin tim, kjo dispozitë do të hequr fare, është një dispozitë administrative. Pse? Unë vlerësoj tenderin, kush hyn në tender. Dhe kriteret që unë vlerësoj i cakton enti tenderues. Tashi, kjo është një veprimtari administrative. Nëse unë gaboj, është Agjencia Prokurimit Publik që më kontrollon mua. Nëse edhe ajo gabon, është Gjykata e Apelit administrativ. Nëse edhe ajo gabon, është Gjykata e Lartë. Kolegji administrativ. Këta tash kanë ngritur dhe në kuadrin e veprës penale. Që do të thotë, vetëm kur provohet korrupsioni është tjetër gjë. Por s'mund të thuhet që pse ke vlerësuar këtë apo ke vlerësuar këtë subjekt. Po thoni ju, çdo tender, ka 100 filtra. Çdo tender mund të shkojë në SPAK. Po. Një person të kallëzoj atje që thotë që kemi hyrë 2 veta, mua më ka shkel drejtat, ka korrupsion. Fillon aty direkt. Po, do filloj sepse është e detyruar që ta regjistroj si çështje, të bëj hetimet për atë punë. Pastaj fillon është tjetër gjë. E kuptoj. Pra, në këtë aspekt SPAK-u do çliruar nga shumë vepra penale që janë kot. Edhe nga shumat e korrupsionit. Kjo në fakt edhe vetë ata e kanë ngritur. Po, është ngritur. Zoti Dumani ka thënë këtë. Dhe ajo që është kryesore, kjo sa duhet të jetë për mendimin tuaj, po themi dyshemeja. Po tash me nivelin ekonomik, me nivelin e buxhetit të shtetit. Po, kupton? Se s'mund t'i thua shtetit sa më i pasur të jetë shteti, aq më do ngrihet dyshemeja e Qartë, po ja shifra juaj. Po u them 10 milion.
10 milion e lartë. Të vjetra. Të vjetra. 10 milion. Po. Nga shuma 10 milion të vjetra, Ty në jurisdiksionin e SPAK-ut. Duhet të ketë SPAK, pastaj 19 milion. Kjo është për sa i përket kuadrit ligjor, për ta lehtësuar. Kurse SPAK-u ka një problem të madh. Kush e kontrollon SPAK-u? Tani kjo është pyetja $1 milion dhe tha dhe kryeministri. Kush e kontrollon SPAK-un? Unë nuk e di, nuk do t'i shkoj kryeministrit në logjikën e tij, as në shqetësimin e tij, por unë t'i them vetëm këtë zot. Zoti bëj as elozhe dhe të më fali zoti Domani se po përqendrohem 2 minuta ose 1 minutë tek. Sot kemi një titullar dhe të tjerë, se s'është vetëm Domani, edhe të tjerë janë njerëz të ndershëm atje, të përkushtuar, kanë një tendencë të mbrojnë më shumë shtetin, dhe është normale, si thash unë për profesion shtet. Profesion akuzë, prandaj është fjala prokuror, se merr prokuror në emër të shtetit. Prandaj thash unë që dhe mu më ha kraba nga avokatia, nga individi, nga personat që janë në proces, por dhe atyre ju ha kraba nga shteti. Ky është një ekuilibër që vendoset, prandaj është ajo do të jemi palë të barabarta dhe ata, edhe prokuroria, edhe akuza dhe mbrojtja. Po ata kanë dhe një detyrë tjetër kushtetuese. Çfarë? Që ata duhet të mbledhin prova, jo vetëm që janë kundra individit dhe në favor të akuzës, po dhe të mbledhin prova dhe në favor të individit. E kanë detyrim kushtetues, e kanë detyrim në kohën e procedurës. Specifikisht, në enitet. Kështu që, në qoftë se sot kemi një ekip të përkushtuar, me një drejtues që për mua personalisht, dhe nuk më del dot njeri të më thotë që s'është kështu, është njeri jo vetëm i përkushtuar, po është njeri që e ka çak karrierën e vet me shpatullat e vet, me ndershmërinë e vet, i pa korruptuar, profesionalisht, po mirë. Ne nuk duhet të themi që institucioni është i sigurt dhe s'ka nevojë për kontroll sepse është zoti Domani. Po ku mos jetë zoti Domani? Se nuk janë individ ata që sigurojnë garancinë e është ligji ai që siguron garancinë e institucionit. Pra kush e kontrollon? Për shembull, unë me shumë të drejtë mund të them, dakord zoti Qafaku. SPAK-u çon akuzën në GKK, në gjykatën e kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dakord? Po. Dhe po ky SPAK, për çdo rast ky fillon procesin kundra gjyqtarëve të shkallës parë dhe shkallës dytë. Ky SPAK. Kështu e ka procedura. Po. Atëherë, më thuaj ti ku ka më garanci kur ky gjyqtari është në kontrollin e akuzës, që ky prokuror mund të ngrenë çdo kohë akuzë ndaj gjyqtarit. Si duhet ishte? Do të ishte kështu. Si? Që gjyqtarët e shkallës së parë dhe ata apelit GKK-s duhet të hetohen nga një trup e veçantë në prokurorinë e përgjithshme. E veçantë? Patjetër. Patjetër. Një. Po pse se bët? Se s'donin ta bënin. Do të kjo është propozuar zoti Axhe? Po, dhe s'donin ta bënin. Po kush e do ta themi këtë se tani kur vjen politika. Po ta di atje di që e kam atë kuraj. Jo, nuk ka ndryshim se mua më bëri shumë përshtypje. Kjo kaloi sikur se kapi njeri. Po kujt ja kërkonte zoti Rama këtë kishte grupin parlamentar aty? Kjo kaloi sepse nuk e ata që e kuptuan ikën. Domethënë 2-3 veta që ishin, e lam e pam që ishte e kotë edhe. Kjo është e para. E dyta, kush e kontrollon SPAK-un nga pikpamja e procedurale, nga pikpamja e zbatimit të kompetencave të SPAK. Do thosh ti që e kontrollon gjykata nëpërmjet vendimeve të saj, nëpërmjet seancave paraprake etj. Po në rrugë vertikale, kush e kontrollon? Sipas traditës që kemi pasur tani. Po. Prokurori nuk vjen e keqja zoti Qafoku sa më shumë kontrolle të kesh. E keqja vjen kur s'ke kontrolle. Thash, sot është zoti Domani, nesër ikën vjen një tjetër. Jo, dhe zoti Domani nuk ndryen dot te një dosje tjetër, zoti. Absolutisht. Po pra. Biles e di çfarë ndodh sot. Po. Prokurorët kjo është tash që janë në një terren që i ndan thika për të bërë të korruptuar. Sepse thotë unë s'kam kontroll në asnjë vend thotë. Edhe prokurori i jurisdiksionit të zakonshëm. Thotë unë jam i pavarur, e bëj unë si dua unë procesin. Hej dorë, ndryshoj akuzën. Ndan thika edhe një herë, ndan thika. Ndan thika për të qenë korruptuar. Sepse kjo, po pra, më përqendrohet dhe ma kuptoj këtë. Ky sistem që kemi nxjerrë neve, që prokurori është i pavarur në çdo çështje, kërkon, e thash në fillim, bazohet në njerëz perfekt.
të pa korruptueshëm, profesionalisht të shkëlqyer. Ideal, por pa tjetër. Këta, sepse këta kanë, proceduralisht ka një kompetencë, ata fillojnë akuzën edhe ndaj presidentit të Republikës, ndaj çdo ministrit. Pavarësisht nga lloj veprës penale, mjafton që vepra penale të jetë në fushën e jurisdiksionit të tyre dhe fillon, s'kan kontroll. Atëherë pyetja ime është, nga 20 prokurorë që ka Spaku, sa është përqindja e tyre që ti i vlerëson si Altin Dumani, që kanë ndreshmërinë, profesionalizmin, përkushtimin? Shiko, unë i vlerësoj që të gjithë, ta them me sinqeritet. S'dua fare për të qenë në konformizëm. Po, që të gjithë i vlerësoj. Por anë profesionale është tjetër gjë dhe ndeshmëria është tjetër gjë. Po jo, ju thatë që në majtë të thikës, pa? Po pra, një, e dyta, ajo që thash në fillim, që për të qenë brenda, tjetër edhe një mosha, unë jam fanatik në këtë. Mosha në këto institucione që janë crucial për interesat e vendit, do të jetë një moshë e pjekur. E keni fjalën që aty ka të rinj? Unë kam qenë kundra që nga sistemi i emërimit në gjykatë lartë. Diti sa duhet që të jesh mas shkollës magjistraturës antar gjykatës lartë që mund të bësh? 13 vjet. Do me thënë, mbaron 23 vjeç. 3 vjet do të kesh eksperiencë praktike. 2 vjet shkollë, i thon 5. 23 dhe 5, 28. Edhe 13, 41 vjeç shkon gjykatë lartë. Gjykatë lartë. Gjykatë kushtetuese duhet të kesh obsesion, do të jetë ndonjë 50 vjeç. Rasti veçantë. Po 55 që kur mbaron aty të den pension. Jo, mbaron aty dhe pastaj të fillosh punë ose të shkosh në apel. Jo, aty është kulmi, është reputacioni. Nuk ata me paruke, me kështu, me togat e rënda. Kështu që atje ku fatet e njerëzve dhe çështjet janë të kardinale, do të kesh njerëz me tregues kardinal. Po për Spakun, edhe në Spak e keni fjalën? Patjetër edhe Spakun. Çfarë moshe ka aktualisht moshë mesatare Spaku? 35 vjeç. 40 vjeç. Për ju duhet jenë më shumë? Jo, ka 35 vjeç. Ka 35 vjeç, ka 37, ka. Jo, sa duhet jetë për mua? Mosha më mbi 40. Mbi 40. Absolutisht. Por do të ketë staf oficer të policisë gjyqësore që i themi ne BK-ja. Tani, zotja Xhia, vim te një çështje që është më e diskutuar dhe çështja numër 1 sot në drejtsinë shqiptare, ajo e kryetarit të Bashkisë së Tiranës zoti Veliaj. Ju jeni avokat i zonjës Ajola Zoze, bashkëshortit, por që nuk është e ndarë nga çështja e madhe. Tani çfarë po ndodh me këtë çështje? Është diskutimi më i madh që mund të ndodhur në këto 35 vjet. Dhe lajmi i fundit është që pikërisht një përgjim presupozohet që është bërë në qeli zotit Veliaj, që ka folë me celular, ka ndalë sot në media, janë hakeruar, pra janë nxirë nga dosja. Ne kishim një marrëveshje, por unë prap nuk i shmangen pyetjes, që të mos hynim në çështje konkrete. Sepse janë çështjen e tim. Megjithatë, unë jam i detyruar të sjell natyrisht. Jam i detyruar të sjell për para juash si përgjigje edhe si kundër përgjigje të gjithë terrenit, qoftë mediatik, qoftë edhe si është mbarsur opinioni, ose si është informuar opinioni. Deri tash, Spaku ka përdor taktikën e informimit nëpërmjet medias, të opinionit, ndaj çiftit Veliaj. Që do të thotë? Që do të thotë që e ka hedhur informacionin gjysmë. Për shembull, në qoftë se thotë që 700.000 euro kanë qenë donacionet në OJF, në organizatën jo fitimprurse, që ishte drejtuar nga bordi, edhe në kryet bordit ishte zonja Zoza, është i mangut, është tendencios. Pse? Ta themu. Sepse nuk thotë për sa vjet janë to. E parë, që janë për 7 vjet. Po për sa vjet janë? Për 7 vjet. E dyta, nuk thotë sa nga këto janë nga buxheti i bashkisë, se thotë, s'ka asnjë. S'ka asnjë. E treta, ku kanë shkuar këto para? Se thotë. Ato në para të gjithë në rrugë bankare janë quar në aktivitetet kulturore të organizuara në Shqipëri. Dhe të fokusuara natyrisht në kryeqytet, se kryeqyteti i ka. Dhe nuk thonë në fund si ka nikur gjithë rrugë bankare. Dhe nuk thonë çka ka ngelur. Arabelit, që është kjo OJF-ja, i kanë ngelur 21.000 euro, nga të cilat duke hequr
tatimet, Po? 17.000 euro janë pagesa $200-300 për stafin, për ajolën, në muaj, për gjithë të periudhë. Pra, o jepja opinionit, jepja të gjithën, Po? o mos ja jep opinionit, sepse diti që ky opinion, po i përmënde korupcioni, po i përmënde që Zoti Qafoku ka marrë lekë kështu, me një kryot. Pra, është përdorur një taktik që sinqert. Po, tani dirisa është Zoti Dumani ju e vlerësua atë. Kush e ka bërë? Shikoj një minutë. Se ju zbesoni që ka bërë Zoti Dumani? Një minutë. Mediat shqiptare kanë akses të jashtëzakonshëm në SPAK edhe gjithanë. Po jo, shqyqy që kanë. Po shqyqy që kanë. Por të jenë konsekuente dhe të jenë transparente, ta thonë deri në fund. Dhe ta thonë në plotshmërinë e ju keni fjalën që këto media kanë informacion po bëjnë politik? Po media s'bën vetëm politik, më bërë. Politik, bën dhe politikën e vetë, të grupit vetë. Të interesave të vetë. Interesave ke fjalë. Po, pa tjetër. Po media, prandaj është pushtet. Dhe pushtet shumë i fuqishëm. Dhe që media, se s'po marr përsipër çfarë do të bëj me media. Media do të jetë shumë e kujdesshme. Shumë e kujdesshme. Media do të ruaj ekuilibra. Jo, media nuk ka rregulla në këtë drejtim, zoti. Nuk ka rregulla, po ka shkolla që nxjerr gazetarët. Unë jam vetëm mësim atje. Po pra, çfarë keni fjalë? Domethënë, duhet të qëndroj statike dhe fanatike e objektivit të medias. Qofse ai jep opinionit një informacion do të jetë plot. Po patjetër. Marrim rastin e dieshëm, bile unë kam krahasuar atë me Watergate-in e famshëm në Amerikë, kur kryedaktorit Bernstein i erdhën ato materialet, përgjimet, nuk e mendoj dyshi, botoja siç ishin. Po. Dhe ndodhi dhe adoreshën presidentin. Të mirë kuptohemi, nuk them mund mos japin. Të japin të gjitha. Jo, çfarë ndodhi me këtë rastin e fundit, ju jeni avokat dhe në cilësinë e kryetarit dhomës avokatisë? Me këtë hakerimin. Sepse tani është hakerim? Hakerim, po patjetër. E sigurt kjo? Patjetër. Domethënë nuk e kanë nxjerr kush. Jo, është hakerim. Është hakerim. Po. Për mua. Po për ju. Për mua është hakerim dhe të mos harrojmë që niveli i hakerimit në botë ka arritur majat. Dhe ju jeni duke thënë që janë dhënë para për ta hakeruar dhe kanë dalë. Thash është hakerim, nuk thash interesi. Se hakerimi bëhet edhe për sport. Bëhet edhe për tani kjo për sport. Absolutisht. Po absolutisht për të fut në konflikt, për të diskredituar një institucion, për të diskredituar një person. Sport i fortë që nga. Po shumë i fortë është. Po, se është sport. Atëherë në këtë rrethan, çfarë duhet bëj SPAK? Se duhet të hetojë kjo. Natyrisht ka marrë masat, më thanë me aq sa u informova, janë 2 persona në akuzë. Jo, 2 persona në akuzë janë arrestuar. Kjo është ana ligjore. Ana e sigurisë pasaj është marrë masat me profesionistë, me aparatura, me kjo është shumë i rëndë, ky është skandal shumë i rëndë. Që të mbyll. Okej, është hakeruar, por ne duhet kemi garanci dhe siguri. Hetimi është sekret, po më sekret janë dokumentat në shërbimet e institucionet e specializuara. Atje do të kujdes për hakerimin. E keni fjalë për shërbimin sekret? Shërbimin sekret, natyrisht. Po sigurisht, se kur vidhet një institucion si SPAK-u, ne mendojmë tani që edhe ato të sekretet goditen. Unë kam informacion që ka çuna dhe goca, po veçanërisht çuna që janë më aventurierë, që janë të niveleve high class në hakerim. Që janë shqiptar? Shqiptar. Si ka njëri këta? I kanë kapur, edhe i kanë tërhequr edhe në pozicione i kanë njohur për t'i shfrytzuar. S'po them më tepër se ka institucione qendrore në botë që i kanë marrë. Po, institucione botërore? Këta? Po. Wow! Po ata i marrin që shfrytëzojnë që të pengojnë hakerimin? Jo, i marrin që të shfrytëzojnë ata që t'i kthejnë në sistem mbrojtje për institucionet e tyre. Kjo është më bukur që ka thënë. Po kjo është. Hakersat i marrin institucionet shtetërore për t'i përdorur për vete. Dhe shërbimi sekret. Po. Shërbimi sekret. Po normal është. Tani vim te cila është pozita e zonjës Zoca në këtë moment, zoti? Cila pozita procedurale është person ndaj të cilit zhvillon hetime. Ajo paraqitet në SPAK? Paraqitet 2 herë në SPAK, 2 herë në muaj, sot biles, unë jam këtu, ajo është atje, vati avokati tjetër e shoqëroj. Dhe se kjo si intereson njerëzve që ka një nivel shëndetësor, para disa probleme. Zonja Zoca? Po nuk ka problem, nuk është në gjë që intereson. Paraqitur sot? Ajo është, po, është shumë korrekte në këto, është shumë bashkëpunuese.